Ditën e djeshme në Komisionin për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm pati një moment që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Deputetja e Partisë Socialiste Ilva Gjuzi mori pjesë në mbledhje së bashku me foshnjën e saj vetëm 38 ditëshe, të cilën e mbajti në kraharor. Ky gest u prit me shumë pozitivitet nga kryetaria e komisionit Anila Denaj, e cila e përshëndeti praninë e deputetes me fëmijën. Denaj tha se ky është një augur i mirë jo vetëm për frymën e zhvillimit të qëndrueshëm, por edhe për objektivat që lidhen me barazinë gjinore dhe përfaqësimin më të gjerë të grave në politik. Pamja e deputetes me voglushin në krah është e rrallë për politikën shqiptare dhe u pasqyrua gjërësisht nga mediat, duke ngjallur reagime të shumta edhe tek publiku. Vetë zonja Gjuzi u shpreh se prania me fëmijën e saj nuk e pengon as pak të kryejë detyrën dhe t'jap kontributin e plot në punët parlamentare. Ky moment shihet si një mesazh simbolik se roli nënës dhe ai përfaqësueses politike mund të ecin paralelisht, një shembull që ngre edhe më shumë diskutimin mbi politikat mbështetëse për gratë dhe familjet si pjesë e barazisë gjinore dhe zhvillimit të qëndrueshëm.